Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, sot jam këtu për deklaratën e antarit e deputetit të Parlamentit Evropian Tomasz Zdechovski, i cili deklaroi dje, denoncoi dje në një nga mediat e Tiranës Edi Ramën si njeriu që përdor familjarët e tij për të transportuar para jashtë shtetit. Kjo deklarat dhe zoti Zdechovski thekson se ne po ndjekim parat, po ndjekim pra këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarve ose parat e trafikantëve shqiptar. Kjo deklarat në Parlamentin Evropian është bërë vetëm për diktator të tipit Gheddafi dhe jo ndonjëherë tjetër për ndonjë lider të një vendi evropian të lirë. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian, i cili shprehet se po ndjekim parat. Rikujton pra parimin e kapjes së mafjes duke ndjekur parat. E pa shembullt, e pa precedent. Dhe ndonë se kanë kaluar 24 orë, Edi Rama nuk ka hapur gojën, ka heshtur si fia e barit. Për deklaratën e dhënë gazetarit të mirënjohur Flavio Qarri, në emisionin e tij të mëngjesit, europarlamentari Tomasz Zdechovski nuk ka reaguar asnjë pjesëtar i familjes së Edi Ramës. Lajmin ja u kanë fshehur qytetarëve shqiptar të gjitha mediat e kontrolluara nga Edi Rama. Imagjinoni ju se çfarë censure, çfarë kontrolli të rrept ka Edi Rama mbi mediat të cilat censurojnë akuzën publike të një europarlamentari të njohur, i cili deklaron haptas se ai përdor familjen e tij për të çuar para jashtë shtetit.
Ju shtroj këto pyetje. Së pari, Edi Rama si them se nuk mundet me heshtjen tënde të kapërcesh këta akuzë të rëndë. Kurse si, por kunazi me heshtjen e bën dhe shumë më të besueshme. Kjo heshtje 24 orë, nga një lajm i tillë, i cili në të gjithë mediat e mëdha do të përbënte bombë të botës, do përbënte një bombë të vërtet, hesht si fia e barit. Heshtja turpron çdo media, çdo kompani, mediash, të cilat censurojnë në një akt jo miqësor ndaj qytetarëve, por në një akt censure armiqësore ndaj tyre, lajmin se Edi Rama me familjarët e tij transporton para jashtë shteti. A është kjo akuzë një rufe në qiell të hapur? Jo. Kjo akuzë nuk është një rufe. Kjo akuzë vjen pas një seriali akuzash të bëra nga Partia Demokratike dhe personalisht unë gjatë 3 viteve të fundit. 140 fluturimet e Edi Ramës në 2 vite, me avion në dispozicion, kanë ngjallë dyshime të ligjshme në mbar Europën. Në prononcime të mia të përsëritura,